ku po përplasën dy botë, autokraci me demokraci. Shumë dakord. Krim me antikrim. Me këtë analizë Vesi me virtytin. Po kthehemi pak azgan tek PD-ja. Jep një koment sepse me Amerikën është dhe një qëndrim. Është hequr non grata thonë të zotit Berisha. Është thash shumë bukur. E kam shpjeguar në studiet, në gjitha studiet, edhe me ty në televizionet të tjera. Berishës nuk i është hequr në ngrata. Çfarë ka ndodhur? Po. Berishës nuk i hiqet në ngrata. Berishës i është dhënë leje e kufizuar për shkak të një vizite mjekësore, se kështu e ka kërkuar zoti Berisha. Dhe e kanë aplikuar disa herë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e heqin në mënyrë të kufizuar për arsye diplomatike, për arsye madhore të Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për arsye humanitare. Këtu futet zoti Berisha. Tani pyetja është këtë thjesht, a ka bërë kërkesë zoti Berisha të shkojë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Në vjesht tha mund të shkojë. Ja, në vjesht tha mund të shkojë në qoftë se ka ndonjë aktivitet, tha kombëtar apo ndërkombëtar. A ki bërë kërkesë për vizë, zotëri? Sepse dy janë bërë më herë dhe janë refuzuar. Me beri tha telefon, tha erdha tha unë. Po ku ishe? Mas dere ki qenë. Ku ishe? Ja, erdha unë. Ka që ishte. Tani Berisha nuk shkon dot në Amerikë. Dhe Berisha ka pas dhe i përpjekje tjetër me shku në një aktivitet në OKB, për shkak sepse OKB-ja ka një ekstraterritorialitet. Po aty ka qenë Masa Rosa, aty ka qenë edhe Gaddafi, kanë qenë edhe njerëz Fidel Castro, kanë marrë fjalime dhe janë kthyer. Ahmadinejad, gjithë problematikët. Tani deklarata, firmosja e zotit Trump për vazhdimin edhe një vit të sanksioneve të Bidenit dëshmon që ende ka probleme. Gjendjen e emergjencës. Gjendjen e emergjencës. Dhe Berisha për çka është sankcionuar? Për pengim të drejtësisë, minim të demokracisë, cënim sigurisë kombëtare, për korrupsion madhor. Apo bën jetën gjatë zoti Rama? Apo i pengon drejtësinë? Sepse nuk lejojmë ja heq imunitetin Ballugut. A është pengim drejtësie haptas? Po zotëri. Sa lojna politike ka bërë Rama, po me gjashka në vendin një të gjatë, nuk zbatoj vendimin në gjykatës kushtetuese, çojë në Venecia, Venecia nuk merr të vendime. Në cilin në vend të botës, edhe në diktaturë ndodh që një gjykatë e një niveli më të ulët nuk zbaton vendimin e një gjykate të një niveli më të lartë. Çish ndodh në Shqipëri? Apo që parlamenti nuk zbaton vendimin e gjykatës. Mos kalim nga dega që ti marrim me radhë. Po me radhë. Ekipi i PD-s si të duket? Po ekipi i PD-s peng. Se këtu jam te vula. Problemi është vula. Ka rekurs në gjykatën e lartë. Tash 2 vjet. Është bërë rekursi? Po, është paraqitur rekursi, është caktuar dhe relatori. Dhe s'është caktuar plotësimi i trupit, nuk është bërë plotësimi i trupit gjykuese që gjykon e ka pranuar gjykata rekursin. Dhe gjykata e lartë, zotëri, ka pas marrë një vendim që i kërkon të gjykim në themel gjykatës së apelit. E gjykata i kërkon të i kishte drejtuar 3 kërkesa. Dhe gjykata e apelit, pra gjyqtarët e gjykatës së apelit, që grup s'mund ta unifikoj këtë gjykatën në mënyrë institucionale, 3 gjyqtarë të gjykatës së apelit me lidhjen e politike, me zonën Balluku, zotin Rama, dhanë një vendim të një anshëm duke dhënë vulën Sali Berishës. A urrëzue sistemi gjyqësor elektoral, këtë sistemi i zgjedhjeve të 2020 të lokale? Po zotëri, pse? Sepse në qoftë se këshilltar që kishte firmosur Keled Alibej, tani ky Keledi nuk kishte fuqi juridike, a janë të paligjshëm? Vendimet e Kasit, Kolegjit Zgjedhor, Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, a janë të paligjshme? Dhe atëherë ky zotëria, zoti Berisha, a e mori vulën dhurat nga zoti Rama? Po zotëri, atër zoti Rama, a për e manë peng? Cila ishte marrëveshja? Marrëveshja një kërkoj Lulzim Bashës Rama. Hajde të bëjmë një marrëveshje, të godasim drejtsinë e re. Çka Basha nuk e pranojnë atë kohë. Dhe e bëjmë marrëveshje me zotin Berisha. E filluan pasaj lojën e mjakiznakëve me Komisionin Xhafa për goditjen e Spakut. Kjo është e vërteta. Tani, çfarë kërkon Berisha të bëjë me këto zgjedhjet e fundit? T'i hap rrugën Argita Berishës. Ku iku Paloka? Atë e shikon si kryetaren e re të PD-s të ardhshme? Patmund Berisha që nga viti 2013 atë ëndër kishte.
u largue për të mos u larguar. Edhe shpresoj e besoj që do bënte edhe me Lulzim Bashën, si që ka bërë me Tritan Sheun. Marrova mandatin e presidencës, erdha unë, këta në ti. Sepse kjo është mendësi tribale. Dhe ai ki pa. Tabakja, e pa ta paralajmëruar në emision me ty, që kërceu grupi Çiftelia, pa më morën edhe vallën. E pa ta paralajmëruar të këti, që tabakja nuk bëhet në kryetare partie. Si kërcyen Azgan, apo si ishin mirë? Më ishë. Sa po emësonin, po përpiqeshin tje. Po fjalët i këndonin mirë të tekstit. Tekstin e gëngës e thanë mirë. Po përpiqeshin t'ja vërtetonin Zotit Berisha se ne jemi berishist. Pra, zonja Tabaku tha i kërkoj falje Zotit Sali Berisha. Jerë tha është dita fundi Sali Berisha. Kemi Gazmen Bardhin. Si e ke parë, duke sigurisht i tërhequr. Gazmen Bardhi është kryetari i grupit parlamentar, nën kryetari i partisë. Por ka qenë sekretari i partisë, i cili ka pa ditë nul mokën. U rikonfirmua sekretari i Për partisë. në gjithë lalësit, në gjithë të dosave të korrupsionit. Dhe ka pa ditë në SPAK, Sali Berishën, për përvetësim të paligjshëm të titullit zyrtar, me falsifikim vullash, stampash, se prandaj është problemi ky gjykimi në themel. Se kur të hapet dosja, dalë një serve pashpenale të një grupit strukturuar kriminal. Falsifikim vullash, stampash, formularësh, se këtë dokumentacioni është vullosë me vullën degës nëmër 3. Dokumentacioni një partije, edhe një shoqate, ka një vullë kombëtare, zotëri. Dhe ky është problemi. Ky Gazi e ka bërë padien aty. Dhe i padit babajnë të zenit. Dhe tani, Gazi është nën kryetari i Zotit Berisha. Tabakja iku, dhe iku dhe Luçi. Sa ishte aty, për dhe funksionon të mirë. Tani thaj kishte votim subjektiv. Tani është bërë gatshëm Belindi për ta marrë parti. Por e ka të kotë, thoti. Është argita... Absolutisht e ka të kodë. Kushdo që vjen aty është nën urdhrat e familjes. Atë parti, Berisha, si që ka, thot është shprona ime, vëlla. Është shprona ime, zotëri. Si është shprona jote? është shprona ime. Pra, Berisha e ka nisë nga komunist, u bë antikomunist. Dhe tha, bashkëvujtës e bashkëvajtor. Nuk abrogoj ligjin e pronës, që fola pak më sipër të. Nuk përkrahut për ndjekurit politik. Dhe në vigjilje të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, me 12 tetor, Lirak Beka e Gjergj Ndreca, 2 ishtë burgosë politik, kur ministri Brançëm ishte Flamur Noka dhe kryeministri Sali Berisha, janë ndjekur zotëri. Lirak Beka humbi jetën. Po, në qoftë se për në Hapizinelen ka firmos babai Zotit Rama ekzekutimin, dhe 2 ekzekutorë tjerë që publikisht ja u imponojnë zgjedhjen e vetë flimit për të tërhequr vëmendjen që është shkatruar sistemi politik në Shqipëri, sepse nuk kanë ardhur në pushtet klasat e përmbysur zotëri. Pra, a është të mërshme pas 36 vitesh, ata të thonë Shqipëria të mos shqitet? Shqipëria nuk është në shqitje? Dhe kryeministri i Shqipërisë të dalë deklaroj çfarë do shitni, çfarë do të hani ju, në qoftë se apo do shitni flamurin, do shitni qeleshët, do shitni Çiftelit. Tani s'kem si shesim Çiftelit i thonë Zotit Rama, se e ka marrë Irani si trashëgimni kulturore. Pra, na ka vjetë për shkak të paaftësisë Ministrisë Kulturës. Siç ishte me na marrë dhe Lahutën, me Guslën. Ishte qendresa jonë publike që detyruam ministrinë të këmbgullte edhe një herë për Lahutën. Dhe është po Ministria e Kulturës që nuk e ka shpallur ende trashëgimni të Shqipërisë, pra pasuri eposin e Kreshnikëve, por gënjen, siç ndodhi duke gënjur që kemi në UNESCO polifonin, jo zotëri. Kemi ISO polifonin dhe shumë bukur ndodhi tani në filmin e Hollywoodit që kolon zanore. Odiseja. Po Odiseja, ai vendim kapaj, shkelqeu atë. Pra dhe dolin pa që nuk është polifonia që kanë mashtruar, po është polifonia greke në UNESCO dhe është ISO polifonia, për cilin ka një gjyq në Tiranë. Dhe unë i kam inkurajuar dhe i mbështes ata që kanë kërkuar të bëjnë, sepse kanë sjellë dokumenta, që polifonia, sepse njerëzit nuk kuptojnë. Polifonia nuk është një me ISO polifonin.
Israel është ai që kurse po lëvnia në fjalët,